Gjatë një dimri të ftohtë, një familje ndihet ngrohtë dhe e sigurt kur mbi zjarr ka të gatuaj. Shqiptarët, brez pas brezi, kanë përgatitur ushqimet e dimrit, rezistente edhe në mungesë të frigoriferit. Quhen zajre, ose ndryshe, ushqime për një ditë të vështirë. Në çdo krahin të Shqipërisë gjen familje të cilat përgatisin zajret për periudhën e dimrit. Një tradicion i cili është ruajtur pavarësisht se në supermarkete gjen prodhime të konservuara në çdo stin të vitit. Por vitet e fundit, zajret kanë fituar një tjetër vlerë, pasi ato përgatiten me prodhime bio të zonës në mënyrë artizanale, duke ruajtur edhe vlerat e produktit. Kjo i bën të kërkuara nga ata që jetojnë në qytete. Nëse dikur zajret përgatiteshin për të plotësuar mungesat e tregut, sot konsiderohen ushqime unike, të pakonkuruara nga prodhimet e fabrikave. Për të folur për zajret, zgjodhëm fshatin Stropsk të komunës Dardhës në Pogradec, një fshat ku është e pamundur të mos gjesh familje të cilat në çdo dhomës kanë zajre të përgatitura nga gratë. Përgatitja e zajreve fillon në muajin gusht, shtator dhe tetor. Ky fshat shpërfill prodhimet në seri të supermarketeve. Ushqimin e muajve të dimrit e përgatisin vetë. Nëse troket në një familje në Stropsk, zajret i gjen kudo, në frigorifer, në përdollap, në çdo kthim të shtëpisë. Por ajo që të bën përshtypje është se çdo familje e këtij fshati ka improvizuar dhomoza dhe podrume për ruajtjen e zajreve. Madje ka edhe familje të cilat shtëpitë e prindërve apo të gjyshëve që nuk i përdorin për banim, i përdorin për të ruajtur zajret. Këtu ndodhem në një qilar që rëndom e gjen në çdo shtëpi të këtij fshati. Në këtë qilar shohim domate turshi, speca turshi, komposto të llojeve të ndryshme, madje edhe fruta të thara. Pra, më shumë se një qilar, ky është një mini market ku gjen gjithçka. Neve vëmë të rahan, pejta, dëmka, këto vëmë. Të gjitha i bëni? I vëmë të tëra. Ti vetë bën më zajre? Apo s'ke tash nusja i bën. Ti ja ke mësuar nusës? I di nusja vetë. Më thuaj një çfarë lloj zajresh bën? Po pejta të rahan, dëmka, kështu vëmë. Ju themi neve nga fshati dhe. Ju themi. Fshati Stropsk ka rreth 350 familje. Në çdo shtëpi, tymi nga uxhakët nuk shuhet asnjë moment. Kjo pasi pastërmaja është zajreja e fundit që po përgatisin. E marrim këtë lopën e bremë, dhe ju shqejmë 3-4 muaj për të majmur. Dhe vjen kohë e dimrit, e kemi për të therrur. Më shumë e kemi për të vojtur, jo për të ngrenë. Pse për të vojtur? Do ngrenë, do pire vera, do... Nëse në fshatra të tjerë mishi kriposet dhe thahet naturalisht, në Stropsk mishi thahet mbi zjarr. Pastërmaja e zonës tonë ka të veçantë sepse neve e thajmë dhe lengun
mishit e heqemi vetëm me sill me dru, me zjarr. Kjo ron sa të duash, është gjithë bearit. Po u tha, shtrihet në përthesa që ta ajroset, nuk mbahet në frigorifer, rrinë në ambiente të freskëta. Neve kemi vende në shtëpi që vende të freskëta që e mbajnë. Në dhomën ku thahet pastërmaja, zjarri rindezur ditë e natë për gjatë 3 muajve të dimrit. Në 5 kg mish, merret 1 kg pastërma. Idajet Shkullaku, shtëpinë e prindërve e ka kthyer në një magazin, vetëm për të ruajtur zajret. Neve kemi 2 shtëpia. Një shtëpi kemi ande që banojmë, këtë shtëpinë e kemi vetëm për zajret. Që kemi trushit, kemi pastërmanë që e thajmë, edhe mbajmë edhe prodhimet që bëjmë mollët, domatet, edhe të gjitha këto i sistemojmë në këtë shtëpi që nuk banojmë me. Ka ndodhur ndonjë vit që ju të mos bëni zajre? Absolutisht asnjëherë, sa mbaj mend tu. Kemi tralla të shpesha që bëjmë trananë, e shkojmë me këtë sezë mbrumë, që pastaj e shkojmë te mine shosha. Kemi edhe dhomat ku grumbullojmë mollët, si e i vjelim nga baqa, i marim këtu. Që i përdoni për komposta? E shtuar e freskët, ja i mbyllim me penxhere që mos i vjedhi, i konsumojmë vetë. E çfarë rron kjo molla kështu në këtë gjendje? Rojnë e gjerë në korrik, kur del mollë e re. Pastaj në dimër s'bëni asgjë, vetëm i konsumoni. Konsumojmë, vërtitemi dhe për dimri vetë për të ngrejnë pas. Komposto kumble, e kemi pe qershie, pastaj kemi turshit, speca me uthull, speca me aciti bëjmë të mbushur ato, domate turshi, mishtje, me edhim karota, lule lakra, i edhim në domatet, gjellën e domatet. Kjo është gjellë pe domatet e freskëta në bear, edhe neve i mbejmë, i qrojmë lëkurat, edhe i grim, pasaj i skuqim pak në... E i mbushim vazët, e i valojmë vazët. Vetëm domate ka jo? Vetëm domate, fjesht domate. Kur bëjmë gjithë tash për dimër ose burekun, nuk bëjmë e blem domaten e freskës, është e qik shtrenda jo dhe e përdorim. Kjo çfarë është? Speca me uthull, i shtjem dhe në për bidona dhe në për vazo. Në 10 kg speca, i edhim 3 kg uthull, piper të zi, fleda fine, edhe i valojmë ato ujnë me gjithë ato, pasaj i edhim specat nga pak e nga pak, dhe pasaj si ftojnë, i shtjem në për bidona ose në për vazo, në 20 kg domate, edhim 700 gram krip, 300 gram sheqer, fleda fine, piper të zi, ujnë e valojmë, edhim karota, lule lakra dhe ato salata turshi. Zajreti gjen të vendosura në çdo dhomë dhe kthin të shtëpis. Për këtë familje, nga më të mëdhat të Stropskës, nuk mjafton vetëm kjo shtëpi për zajret. Edhe në shtëpinë ku banojnë, dollapet i kanë të mbushura me ushqime dimri. Zjarrin tash që të se let na shuhet. Po arrin të përballojnë gjithë ushqimet gjatë dimrit apo bini? Harrin, nuk blej hiçne. Edhe na mbet të gjën mars në prill, se bëjmë goxha. Nën Fetia, më e vjetra e kësaj familje, thotë se nuk ka ndodhur asnjë vit që të mos bëjnë zajre. I kanë bërë petat këtu. Ja si bëjnë të verdha, ja si duket verdha. Më të mirat janë këto. Ja edhe këtu peta i kanë. Se bëra 2 herë. Këtu kanë tërhanë e thashtë, që bëjnë të thashtë, ja. Ja fasule, osafe, ja. Ja edhe gjalpët ku e kanë. E lajmë e kripë, edhe vim në prej në pejxami. Sa rron ky gjalpi kështu? 2 vjet, 3 vjet, sprishet i kështu. 3 vjet? 3 vjet. Ta mbash 4, ta mbash, ky sprishet këtu. Ja, zotë bëjt. Po, filloj duke u trashë. Si trashët? Po. Petka dhe trahanaja janë 2 zajret të cilat gatuen pothuajse çdo ditë në çdo familje në Stropës. Ka 2 lloj trahanash. Trahanaja e ëmbël, e cila përgatitet vetëm me qumësh dhe me vezë,
dhe tranaja e thartë, e cila përgatitet vetëm me kos. Por gatimi është i njëjtë. Merret një enë me ujë të ftohtë ku bëhet hollimi i tranas dhe më pas ajo mas hidhet në një tjetër enë ku është valuar ujë dhe përzihet deri në momentin që trashet lëngu. Por si për petkat, ashtu edhe për tranan, elementi kryesor është gjalpi që jep shijen. Përveç tranas dhe petkave, petaniku është një nga gatimet për të cilat asnjë grua e Stropskës nuk përton ta përgatis në çdo kohë. Petaniku bëhet me petë të hapura, të cilat piqen mbi sobë dhe më pas shtrohen duke u hedhur fasulet e ziera me gjalp. Ky është petaniku me fasule, simboli i bollëkut në një familje pogradecare. Por përveç këtij lloji petaniku, kemi edhe petanikun që bëhet me zorë dhe petanikun me gjalp. Zajrete e kësaj familjeje, sidomos pastërmaja, kanë marrë famë për te fshatit Stropsk, pasi ato serviren edhe në restorantin e tyre modest të ndodhur në Qafploç. Çdo kush e njeh si restoranti i pastërmas. Fasulja e gatuar me pastërma serviret në këtë zonë me të ftohur moti, që në orën 8 të mëngjesit. Çdo klient që vjen këtu, pjatën e preferuar ka pikërisht këtë. Pastërmaja jep fasules një shije krejt të veçantë dhe zakonisht serviret edhe me një pjatë turshim. Vendosin fasulet në zjarrt. Masi vendosin fasulet në zjarrt, jedhin pastërman sipër. Edhe kjo vazhdon 2 orë, 2 orë e gjysmë. Masi mërval, i shtojmë 3-4 kokra qepë të ndara më 4. Në fund të dhjerët, shijohet. Ja gëzuar. Një lumshin duar t'i dajt. Zajret janë pasioni i grave të fshatit Stropsk, që nuk është zbehur as pak. Nikoqire dhe të papërtuara, ato si dikur gjyshet e tyre, çdo ushqim e përgatisin vetë me prodhimet bio të mbjella në baçet e shtëpive. Edhe këto janë shumë të mira. Në çdo shishe, kavanoz modest dhe brenda çdo nape të bardhë, është përkushtimi, mundi dhe dashuria e tyre për të mbajtur vatrën ngrohtë dhe me bollëk në muajt e ftohtë të dimrit. Po këtu çfarë ka?